Federata Shqiptare e Futbollit ka inspektuar disa fusha në zonën e Shkodrës. I pranishëm ishte zëvendës presidenti Arben Dervishi, por gjithashtu dhe drejtuesit e shoqatës rajonale të futbollit në Shkodër, Lazar Matia dhe Hysen Zmijani. Ata inspektuan fushën e klubit të futbollit Bashkimi në Bardhaj, fushën e Postribës, fushën e klubit futbollit Shkodra në Grish, fushën e Bërdicës si dhe fushën e Basanjas në Mbushat. Zëvendës presidenti Arben Dervishi tha se Federata Shqiptare e Futbollit është interesuar të investojë në disa fusha futbolli në zonën e Shkodrës. Kemi ardhur sot edhe me kërkesë të zonës të zyrës rajonale të Shkodrës për të inspektuar disa ambiente, për arsye sepse kjo zonë është një zonë e cilës i mungojnë ambientet për zhvillimin e futbollit amator. Në fokusin e Federatës Shqiptare të Futbollit ka qenë gjithmonë zhvillimi i infrastrukturës sportive, që është një nga treguesit e zhvillimit të këtij sporti. Ne si federat kemi lançuar dhe po vazhdojmë projektin e 100 fushave dhe në kuadrin e këtij projekti kemi ardhur në bashkëpunim me shoqatën rajonale të Shkodrës, kemi ardhur dhe kemi inspektuar disa fusha si kompleksin Zmijani, fushën e Piraniqi dhe 2-3 fusha tjera të cilët ishin ambiente të cilët ne mund të rikonstruojmë ose të bëjmë të reja për të krijuar mundësinë që të futbollistët amator edhe fëmijët këtu të lozin të kenë ambiente për të trajnuar dhe për të zhvilluar këtë sport kaq të bukur. Dervisha i bëri me dije se shumë shpejt në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër pritet të fillojnë punimet për disa fusha në kompleksin Zmijani. Pak a shumë kemi mbyllur një marrëveshje për kompleksin Zmijani me Bashkinë e Shkodrës, e cila do të investojë në masën 50/50 dhe presin vetëm që të na sillet vendimi Këshillit Bashkiak që miraton marrëveshjen me federatën. Dhe federata është e gatshme për të filluar punimet. Të tjerat, shpresojmë që brenda këtyre 10-15 ditëve ne të përfundojmë projektet dhe pastaj në mbledhjen e ardhshme të komitetit ekzekutiv ne do t'i fusim në mënyrë që të miratojmë financimin e këtyre fushave, të cilat janë shumë të domosdoshme për zhvillimin e futbollit në këtë zonë. Në qytetin e Shkodrës dhe më konkretisht në kompleksin Zmijani pritet të ndërtohen 3 fusha me bar artificial, investim ky që do bëhet nga Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me Bashkinë.